Ndotja akustike, mungesa e trajnimit të stafit dhe ciceronëve, sinjalistika e pamjaftueshme, parkimet e gabuara si dhe zënja e hapësirës publike nga baret dhe restorantet janë disa nga problematikat kryesore të evidentuara në këtë fillim sezoni turistik në Gjirokastër. Këto çështje janë diskutuar në një takim mes operatorëve turistik, si dhe përfaqësuesve të institucioneve vendore, ku në fokus ishte përmirësimi i shërbimeve dhe menaxhimi më i mirë i fluksit të vizitorëve. Në përgjigje të këtyre shqetësimeve, Prefektura e Gjirokastrës ka hartuar një plan veprimi në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse. Ky plan synon në rritjen e kontrolleve në terren, disiplinimin e aktiviteteve të subjekteve private, përmirësimin e sinjalistikës rrugore dhe turistike, si dhe organizimin e trajnimeve për stafin që është në kontakt të drejtë për drejtë me turistët. Qëllimi i kësaj tryeze ishte pikërisht të krijonte këtë koordinim që të gjitha asetet turistike të promovohen dhe të zhvillohen në mënyrë të organizuar. Qarku i Gjirokastrës ka një potencial të jashtëzakonshëm turistik. Përmendim këtu traditën, përmendim këtu kulinarin, një natyrë të jashtëzakonshme, cilat janë pa dyshim shumë tërheqëse për gjithë vizitorët. Dhe sfida jonë është që këtë pasuri kaq të madhe ta shndërrojmë në oferta turistike të mirë zhvilluara dhe të promovuara ashtu si duhet. Gjatë takimit të parë të Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit u diskutuan disa problematika lidhur me zhvillimin e turizmit në vitin 2025, problematikat e hasura gjatë këtij viti turistik dhe prioritetet për zhvillimin e turizmit në vitin 2026. Padyshim që gjatë zhvillimit turistik ka patur edhe problematika dhe sfida të ndryshme. Gjatë këtij takimi u trajtuan një sër problematikash dhe ndër më kryesorët ishte ndotjen akustike në qafën e Pazarit, në zonën muzeale të qytetit të Gjirokastrës. Në të njëjtën kohë një tjetër problematik që doli nga operatorët turistik ishte edhe fakti i mos trajnimit të ciceronëve, në të njëjtën kohë edhe punonjësve të shërbimit. Një tjetër problematik e dalë gjatë kësaj tryeze ishte dhe mungesa e sinjalistikës, e cila shpesh herë shkaktonte dhe probleme për orientimin e turistëve në qarkun tonë. Të gjitha këto problematika janë adresuar edhe në një plan veprimi për menaxhimin dhe mirë funksionimin e turizmit për vitin 2026, një plan veprimi që është i dedikuar për gjitha institucionet për të koordinuar kështu punën për një zhvillim të turizmit në kushte më optimale. Në gjitha raportimet nga njësitë e vetëqeverisjes vendore u deklarua që ka filluar puna për mirë menaxhimin e gjitha bashkive për të pritur dhe për të menaxhuar fluksin e turistëve që pritet, nisur nga shifrat, pretendohet që viti 2026 jetë një vit i suksesshëm dhe me rritje të numrit të turistëve vendas dhe të huaj. Ka filluar puna për vendosjen e sinjalistikës vertikale dhe horizontale në pjesën më të madhe të bashkive. Në të njëjtën kohë do të koordinohet puna me policitë bashkiake dhe policinë vendore të shtetit për të menaxhuar parkimet, hapësirat e përbashkëta, për të menaxhuar në të njëjtën kohë edhe lëvizjen e turistëve dhe krijimin e një ambienti më të sigurt për të gjithë vizitorët në qarkun e Gjirokastrës. Autoritetet theksojnë se zbatimi i këtij plani do të ndikojë ndjeshëm në rritjen e cilësisë së shërbimeve, si dhe në krijimin e kushteve më të mira për vizitorët, duke synuar një sezon turistik më të organizuar e më të suksesshëm për qytetin.